gjyshja, stërgjyshi i madh ka qenë kuzhinier. Tradita jonë ka qenë shumë e hershme, mbi 400-500 vjet. Ballakumën dhe Ravani që është shoqëruesja e ballakumës. Mbi 700 kokra nuk arrihet dot në 20 orë punë. Kemi mundu ta marrim traditën, tradita jonë ka qenë shumë e hershme, nuk i dihet ndoshta mbi 400-500 vjet, nuk i di se sa e vjetër është. Edhe kjo si traditë është festu për vetëm në Elbasan, edhe kohën e Monizit, pa këtë sistemi, dhe ka qenë festë pagane që bëhesh edhe fshehurëzi, se nuk lejoheshe. Pasi filloi demokracia, u privatizuan ato dyqanet, edhe neve nga kjo pjesë që e bashim në për shtëpiat tona, filluam ta bashim të biznesi jonë. Ballakumën dhe Ravani që është shoqëruesja e ballakumës. Ne vim nga një familje që historikisht gjyshja, stërgjyshi i madh, një mam ka qenë kuzhinier dhe pasaqer për vitësh. Tani më ngeli ralla mu, prindit nuk jetojnë ma dhe unë bëj dekada 4 që punoj të kjo dyqani i Timeti. Veçantia e kësaj kjo është që bëhet për festën e ditës verës që simbolon me fjalë ardhin e ditës verës, që vjen vera. Edhe e veçanta është se do t'jetë gjalpi, do t'jetë sa më mirë nga zonat malore, sa më shumë i stazhonuar, milli i misrit, millit misrit, që ne marrim nga fshatrat tonë që janë këtu mbi këto kodra të lartë afër maleve, që quhen polis, janë 14 polisa, dhe kemi një fabrikë mirë fjell të dietës, që merret pas të fat vetëm për millin e misrit, jo për millat e tjerë. Edhe mundohet që të na bëj përzgjedhje sa më të mirë që të kemi misrin ton, edhe të bëj blojnë, edhe të nxjerrim majën e millit misrit për ballakumet. Tani në mënyrë tradicionale, neve për shembull që i bajmë në shtëpi, bëhet me këtë enon. Kjo ena për shembull mund të majë deri në 2 kg, që i themi ne me masat e tonë. Një masë quhet 1 kg, që nxjerr diku te 13 kokra, që simbolohet data 13 që është sot, që është nata verës, dhe pastaj 2 kg mund t'jesh edhe më shumë. Ballakumë me nusje. Dikur më përpara, se deri vonë para se ktheheshte sistemi, çiftet e reja, ballakumja nusës që bante nusja dhe që çonte të vjerrit, të vjerrat, të familja e burrit vet, bashkë disi më e madhe. Edhe më e bukur edhe quhej ballakumja nusës. Tani ballakumet i bëjnë traditë që kemi në Elbasanit, në natën e 13 ballakuma dhe Ravania do të jetë e përfunduar. Dhe në datë 14 pastaj, paketohet ballakumja me një copë Ravani, me 2 kokra ara, me një vezë zime, me 2-3 palafiku që themi, bashkë me veroren, dhe fëmijët i çojnë tek komshit, të mandalit e vet, të hallat e teza dhe shkojnë mbejnë, dhe në atë rast shikojnë edhe cilësitë që kush i ka bërë më të mirë. E ka bërë kjo hall më të mirë, kjo tezë e ka bërë më mirë, kjo komshia ka bërë më të mirë. Vjen dhe notën në atë pjesë. Ballakume mund të bëjnë gjithë, por këtu te ne, ky është dyqan që është apostafat, ballakume do të jetë pjesërisht e butë, edhe ka aromën e gjalpit, kohën që e thyn, edhe ka shijen tamam të ballakumës. Tani kemi mundësi vetëm për dyqanet që kemi tonë këtu, ja të rrallë marrim pjesë në panerimet e qendra, edhe nuk e di se sa ta kemi mundësi ta furnizojmë, se do shikojmë edhe për pjesën e klientelës tonë, se sot është dita që marrin qytetarët e Elbasanit vetë. Se ka dikush për shembull që nuk i dalin, ka dikush që mund i kaloj pjekja, edhe normalisht vinë dhe të gjithë bëjmë porosit. Sot është dita më finishe, pavarësisht se festa është nesër pak a shumë marrin vetëm një banxhit që vinë si punajushe apo nga qytetet e tjera apo nga shtete të tjera. Kurse ne si Elbasanës i kemi gati sonte në shtëpi, do të jemi patjetër, edhe sot ne kemi darkën e natës së verës, data 13. Nesër pastaj është dita verës, edhe kemi si zakon me një fjalë që dalim nëpër ullishtat e tona, që janë këto kodrat që kemi të rreth që rrethojnë Elbasanin, në Lëndina që janë me bajë me lule normalisht, edhe marrim që çdo gjë që duhet me hangë me pije, shtrohen me fjalë me batanije për dhe që lidhen familje që festojnë drekën. Ajo shijen e merr nga cilësia që përdorim neve. Çdo gjë me fjalë ka qenë çdo pajisje që unë i kam nga prindërit e mi, edhe i kam akoma që vazhdoj punoj me ato, edhe ato i kam pas po të trashëgime nga prindët e vet. Edhe nuk e di për shembull se një pajisje apo një enë se sa vjeçare mund të jetë.
Shumë vjetra. Si traditë, ne jemi 4 fëmijë, unë jam i vogli nga djemtë, edhe afër po një për qeu dhe e majtë si traditë. Edhe nuk e di tani fëmijët e mi do kisha shumë dëshirë që ta trashëgimosim më mrapa, po nuk e di do arrin apo jo ta majnë si traditë. Qef dëshirë do kisha. Ky dyqan mbetësh kështu thjesht. Nuk mund të bëjmë dot edhe shumë fare sepse ajo është çdo gjë tradicionale. Edhe ka një faj limiti, nuk mund të arrihet kalohet mbi 700 kokra, nuk arrihet dot në 20 orë punë. Pastaj po ta kalosh prodhim qysh bëjnë tjerë seri, basa dush, për nuk quhet ma ballakume. Unë quhem Olsi Duka, jam pronar i sepsisçerisë. Kam për 3 dekadash, kam 2 dekada 4 që merrem me këtë aktivitet, e kam trashëguar nga prindërit e mi. Edhe shpresoj që ta vijoj akoma më shumë.